U mbajt sot mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak Elbasan për muajin shtator. Këshilltarja e djathtë Bianca Çopja ngriti si shqetësim nivelin e lartë të ndotjes së ajrit në qytet, duke ju referuar të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit që rendisin Elbasanin si qytetin më të ndotur në vend. Më duhet të ngrej një shqetësim madhor për qytetin ton, sepse sipas raportit të fundit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Elbasani është qyteti më i rrezikuar nga ndotja. Dhe ky nuk është më një perceptim i hyni politik, por është një fakt i dokumentuar. Dhe mendoj që ne të gjithë si këshill duhet të ndërmarrim hapat e duhura për të rregulluar këtë gjendje ku jemi, se nuk po flasim këtu për interesa personale, por po flasim për ajrin që ne marrim frym, për jetën e të gjithë qytetarëve dhe mbi gjithë. Të lutem, më duhet ta mbaroj kohën time, më duhet zoti lutem. Ndonse ndotja përbën një problem serioz për qytetin, kjo çështje u anashkalua nga kryetari i Këshillit Bashkiak me argumentin se nuk ishte pjesë e rendit të ditës.